Fitoria e ekipit kombëtar të Shqipërisë në ndeshjen ndaj Serbisë është pritur me entuziazëm edhe në qytetin e Lezhës. Pas përfundimit të takimit, dhjetra tifozë kuqezi, të cilët e kishin ndjekur ndeshjen në mënyrë të organizuar në ambientet publike, dolën në rrugët e qytetit për të festuar. Me flamuj kombëtar, sinjale zanore të automjeteve dhe këngë patriotike, tifozët krijuan një atmosferë festive që përfshill rrugët kryesore, duke e kthyer Lezhën në një skenë të gëzimit dhe krenarisë kombëtare. Festimet për këtë fitore historike zgjatën deri pas mesnate, duke shkaktuar edhe trafik të rënduar në disa akse kryesore, duke detyruar policinë rrugore dhe atë të rendit të ndërhyjnë për të normalizuar qarkullimin dhe për të garantuar sigurinë e qytetarëve.